Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, ndërsohemi të dërguarin e tij të fundit, dërgojmë salatë dhe selam sallallahu alaihi wasallam. Ndëruar vëllezër besimtarë, po vazhdojmë me pjesën e fundit të hadithit 4 të Imam Nuwawit rahmetullahi alayhi, pra në kuadër të shpjegimit të 40 haditheve të Imam Nuwawit, të cilat I ka përmbledhur në librin e tij të njohur dhe të përhapur mesin e besimtarëve me shekuj, 40 hadithet e Imam Nuwawit. Hadithi 4 është hadithi që transmeton Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dhe I ka disa porosi jashtëzakonisht të rëndësishme dashur vëllezër. Javën e kaluar kemi folur kryesisht për rëndësinë që besimtari duhet të ketë që të qëndrojë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ta lutë Allahun azza wa jall që të mos e lejthit nga kjo rrugë deri në momentet e fundit realisht derisa të vdes në këtë rrugë dhe po ashtu të jetë I kujdesshëm të nderuar besimtar dhe të mos mashtrohet në ibadetin e tij, në adhurimin e tij, në udhëzimin e tij eventual nëse Allahu azza wa jall ja ka mundsuar të begatu, të mos mashtrohet që të duket vetja se alhamdulillah ka kalu testet dhe provimin nga se kemi pa pjesën e parafundit të hadithit që ka thonë profeti alayhi salatu wassalam dhe dikush për jush mundet me punu punë të xhenetit derisa të mos ngeli mes tij dhe vdekjes vetëm se një kohë shumë e shkurt. Pastaj fesbiku alayhi al-kitab, pastaj vendoset ose ndodh ajo që është shkruar në kitab, pra në kader, dhe punon Allah na ruajt veprat të banorëve të xhenamit dhe futet në të. Kjo është pjesa e parafundit. Kurse kjo pjesë është vëllezër, është e parafundit, është jashtëzakonisht e rëndësishme për neve në veçanti, që Allahu azza wa jall na ka mundsuar me shiju ëmbëlsinë e imanit, na ka mundsuar me shiju knatësinë e namazit në xhami, na ka mundsuar me përjetu rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, që të jemi të kujdesshëm mirë dhe të qëndrojmë dhe të lutem Allahun subhanahu wa ta'ala që të na forcoj këmbët në këtë rrugë, në këtë kohë të vështira të dashur vëllezër besimtar. Plot fitne, plot sprova dhe njerëz ose shumë për njerëzve dhe për besimtarë pastaj po ndodhet që po lejthitin dhe po devijojnë dhe nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala po largohen. Pjesa e fundit e dashur vëllezër besimtarë është jashtëzakonisht e rëndësishme, në veçanti për ata njerëz dhe për ata besimtarë të cilët një pjesë të madhe të jetës së tyre nuk e kanë kaluar Allahu subhanahu wa ta'ala është I kënaqur. Pra një pjesë të madhe të jetës së tyre kanë kaluar në mëkate dhe gjunahe dhe kanë vepruar vepra që Zoti I tyre nuk I don dhe nuk I ka dëshirë, I urren, por edhe ka paralajmëruar se ndeshkon nëse robi vdes në atë gjendje. Kjo pjesë dashur vëllezër besimtarë është një pjesa ndoshta më shpresdhënëse në këtë hadith, sepse edhe tregon një diçka të vërtetë, por edhe jep ymët për njerëzit dhe për besimtarët që Allahu subhanahu wa ta'ala me gjithë ligat që mundet me I bën njeriu, me gjithë gabimet që mundet me I bën njeriu, Allahu subhanahu wa ta'ala e pret I jep mundësi, ka dëshirë që ai mu kthye, mu pendu, mu përmirësu, mu rregullu, madje edhe nëse është kënë në fund të jetës së tij. Thot profeti alayhi salatu wassalam në këtë pjesë të fundit të këtij hadithi: "Wa inna ahadakum dikush për jush li ya'malu bi'amali ahli an-nar", punon veprat të xhehenemlive, punon veprat të ahli an-nar, të banorëve të zjarrit, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Punon jetën e tij gati në të nësinë në këtë rrugë e kalon subhanallah. Derisa të mos ngelet bainahu wa bainaha mes tij dhe xhehenamit illa dira'. Dira' është një shprehje pra një kot, pra një ka dash me tregu se sa afër xhehenamit mundet me arrit njeriu.
Pra ngelet vetëm edhe pak ai me vdek dhe nëse vdes në këtë rrugë me vepra të këqija, sigurisht do të jetë prej banorëve të xhenemit. Punon mëkate, punon gjunohe, nuk e njeh Allahun azza wa jall, nuk falet, nuk deri kur, deri sa të mos ngelet mes tij dhe xhenemit illa dhira. Vetëm sa një kohë shumë më shkurtë, fayasbiqu alayhi al-kitab. Dhe ndodh ajo ose zbret, ndodh ajo që është e shkruar në kitab, në kader. Atëherë kur kemi thonë në barkun e nënës ende pa lindur kur me lasja ose një melek që është i urdhëruar me këtë detyrë, ndër të tjera, ndër katër ato gjërat madhore që ja shkruan njeriu ende pa lindë, me dijen Allahu subhanahu wa taala, i cili e din edhe të mshefën, e din gajbin, e din ato çfarë do të ndodhë dhe secili do të shkruhet sa do të jetë prej të lumturve, pra prej xhenetlive, ose do të jetë prej të pikëlluarve, pra prej xhenemlive. Dhe ndodh pra ajo që është shkruar fe ya'malu bi 'amali ahli al-janna dhe fillon ta shkret në fund të jetës së tij me punu veprat të banorëve të xhenetit. Fe yadkhuluha dhe futen në xhenet, subhanallah. E pjesë dashurëse që kemi folur në kaluar është shumë e rëndësishme që besimtari mos mu mashtru. Mos mu mashtru me veprat e tij. Mos me thonë se ku mboj ibadet bëll, mos me thonë se më fal bëll, mos me thonë se unë jam besimtar i mirë sa dush, mos mu krahasu me disa që nuk janë kërka hiç. Dhe ndoshta pastaj mu demelau dhe kafuni jetës së tij me lën namazin, me lën xhamin, me rrallu ardhin xhami qysh po na ndodh nganjëherë me disa prej besimtarëve. Sa më shumë afrohet ka pleshnia, nuk e gjen në xhami dhe kjo është gabim, përveç nëse shëndeti si ja mundson, ajo është diçka tjetër. Po nëse ka mundësi dhe ka shëndetin dhe ka ende hala mundësi me ardhur në xhami, nuk duhet mu largu prej safit. Nuk duhet mu largu prej safit sepse është ibadeti më i madh që robën afron Allah subhanahu wa taala. Në këtë rast dashur besimtar, kjo pjesë është pjesa, është një shpresë edhe për ata besimtarë të cilët Allahu azza wa jall nuk e kanë njohur si duhet, se kanë adhuruar sa duhet, madje sipas këtij hadithi, ata kanë punu vepra të këqija, kanë punu mëkate, kanë punu të liga, deri ka funi jetës së tyre, po alhamdulillah ndodh që Allah subhanahu wa taala dhe i udhëzon dhe kthehen. Kthehen Allah subhanahu wa taala pa dyshim se e pranon atë Allah azza wa jall, është një ajet jashtëzakonisht të madh, një ajet jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ajeti prej ajeteve që ju jep ymëd shpresë njerëzve pra mëkatarëve. Kështu drejtohet Allah subhanahu wa taala. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, Allahu po thret në Kur'an, thuaj, propi thot Muhamedi, thuaj o jo robët e mi, ya ibadi, subhanallah, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o jo robët e mi, o robërit e mi të cilët e keni tepru me mëkate. Jo që keni bërë gjënohe, jo disa lëshime, po e keni tepru, asrafu, me bërë israf, subhanallah, me bërë israf në gjënohe. Gjënohe të mëdhaja, kanë bërë israf në gjënohe, dhe këta persona, qysh për thirë Allah subhanahu wa taala, cila është thirrja? Ja ibadi, o robët e mi, subhanallah. Asë nuk për thirë, o ju mëkatar, o ju të shkret, o ju që i keni bo veti, o ju nuk për i kërstën, por për i thirë me atë shprehen që Allah azza wa jall e donë, o robërit e mi. Pro edhe ju e një robët e mi. La taqnat alladhina asrafu, cila është cilësia e këtyre që Allahu po i thretë, o robët e mi, asrafu ala anfusihim, e keni tepru me mëkate. O jo që e keni tepru me gjënohe, nuk ka ajet më shpresdhënës për ata njerëz në përgjithësi në mesin e tyre pa dyshim edhe besimtarët, se ka shumë besimtarë që janë mëkatarë. Nuk ka mëkat më të madh, dashur vëllezër, pas shirkut se sa mos me fal namazin. Nuk ka mëkat më të madh. Nuk ka mëkat më të madh pas shirkut se sa mos fal namazin. A ka besimtar që këtu çalojnë ka shumë. Allahu ende po i thret.
Edhe të tjerët pastaj mëkatet e ndryshme, nuk agjerojnë Ramazan, e ka plot që janë të zhytur në kamate, në kredite, në runa zët, ka plot që shesin, në blejnë, ndoshta edhe pinë alkoole, mëkate të mëdha, ka të tillë pastaj që janë runa zët edhe ka morale nuk janë të pastër të kështu me radhë, po vepra tash lëzër ose zullum ndaj të tjerëve kështu me radhë. Megjithatë nuk i ka specifikuar Allahu asnjë mëkat, po thret o ju që keni tepruar me mëkate, la taqnatu min rahmatillah. Çka po thot Allahu zot këtyre robëve? La taqnatu, pra mos e humbini shpresën nga mëshira e Allahut, subhanallah. Një gabim doshë lëzër dikush me bo ndaj nesh, një gabim, një lëshim me bo, so për në vjen vështirë, pastaj mja fole, mja bo halale, me pos, pastaj me thonë, o vlove jeme, o jarone jeme, o miku jeme, o gjemati jeme, leja to, kalumë është e ja, a mund s'po muna me bo, një gabim doshë ta shumë të thjesht, kurse Allah zëllë nga mëshirë, doshë lëzër, për i thret në këtë formë dhe jo që për i thret. Për thret me këtë shprehje që ka dëshirë më thonë në robërve të tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka çunë Isra dhe Mi'raj, çuçi ka thonë: I lartë mëdhëruar është ai i cili e ngriti robën e tij. Ka thonë rob. Pra shprehja që Allahu azza kur don me nderu dikon me dashur është me thonë robim. Pra ti që mu ke nënshtru. Në këtë rast Allah për të aty në, o, rëbë të mi, po mi ka të që prap jeni rëbë të mi, prap për juve ka i mëdë, me gjithat ligrat dhe të këqijat që i keni, bo, la taqnatu min rahmatillah, mos e humbini shpresën. Ky ajet nuk është thirrje që ata me vazhdu, jo, po ky ajet është thirrje që me e shkput të kaluarën e tyre dhe nuk kthy, i mëdë ka, ama jo me vazhdu, sepse nuk i dihet pastaj. Nuk i dihet pse runa zot me nxon vdekja në gjendën e tillë, pastaj është problemi dashur. Pra, po thret Allahu la taqnatu min rahmatillah, mos e humbini shpresën nga mëshira e Allahut subhanahu. Ka diçka halomat, mas stimuluese në këtë jetë, ka diçka haloma madhështore këtë jetë. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Subhanallah. O robë të mi, thuaj, pra theri që shto, o robë të mi që e keni të pru, unë jem të i dit, i keni të shkrume, di që a keni bohe, di kush jeni, por prap unë ju fali, nëse ktheheni, mos e humbini shpresën, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, vërtet Allahu i falë të gjitha mëkatet. Alhamdulillah që Allahu azza wa jalla ka lënë të dhe dashur lëzër të hapur dhe rahmeti Allahu azza wa jalla është i madh, mëshira e tij është e madhe. Allahu azza wa jalla don faljen shumë, madje ka thonë që Allahu ka thonë në një vend që rahmeti i Allahut e ka tejkalu ose tejkalon hidhërimin e tij. Hidhërohet Allahu shumë ndaj robërve të tij që bojnë mëkate, që bojnë mirë, po para për rahmeti, po dëshira që ata më i fal, nëse eventualisht kthehen, prapë e mund hidhërimin e tij dhe prapë u afal me gjithë shumtat ose të ligat e shumtat që i kanë bë. Të Allahu azza wa poshtë në një dashur lëzër wa huwa alladhi yaqbalu at-tawba an ibadihi wa yafu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allahu është ai i cili e pranon pendimin për robërve të tij, wa yafu an as-sayyi'at, dhe i fal tek këqijat, wa ya'lamu ma taf'alun, dhe den çka jeni duke punu. Me dhjetra ajete dashur lëzën në Kur'an, Allahu azza wa jalla thret besimtarët, e thret njerëz në përgjithësi, pastaj besimtarët në ajete specifike. O ju besimtar, pendohuni te Allahu në pendim të siç të kthehen, sepse edhe ne dashur lëzër kemi jashtëzakonisht meta, gabime, lëshime, pastaj badeti, ynë të dashur lëzër besimtar është i dobët, është i cekt, është i mungët, njeti nuk kryen, si jemi ndoshta sjellojmë hakun as atyre që Allahu azza wa jalla ka kërkuar prej ne. Megjithatë, Allah po t'i falë të ligat. Subhanallahu është një hadith madhështor të dashur lëzër besimtar që e sqaron ose e fuqizon këtë temë ose këtë pjesë të hadithit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam,
tregojnë shokët e tij, thonë erë një person, një plakë, të cilit vetullot gati ja kishin mbulu syt. Pra, ka thënë që kanë përshkruar sahabët në ngjarjet subhanallah. Aq kanë qenë besnik në transmetim të ngjarjeve, jo veç këtë pjesën që është e rëndësishme, po edhe mënyrën se çysh ka ndodhur dhe personin e mënu me tregu se çysh ka qenë. Ka ardhur një plak te pejgamberi alayhis salam dhe aq shumë i shtyrë në morë sa që vetullat as për nga mosha ju kishin zgjatë dhe ja kishin mbyll syt. Erdhi profeti alayhi salatu wasalam dhe i tha ja Rasulullah. O i dërguari i Allahut, një person që s'ka lënë keqe pa bo. Një person që s'ka lënë keqe pa bo. Çka i ka ardhur mundësi? Vepra e mëkate ndryshme, mashtrim, të moralit. Çdo gjë që i ka ardhur mundësi me bo, e ka bo. Po foltash për veten e tij, wali dhunub, thotë ja Rasul Allah, kam mëkate. Në sy njerëzve. Të përkallëzojnë shokët e profetit. Ai tash e ka puna atë komo që gabimi ka qenë jashtëzakonisht i madh. Ai tash e ka gola kohë shpëtim për mu. S'ka lidhje se pe kuptoj njerëz çka kum bo. A ka shpëtim? Thotë ja Rasulullah, thotë kum bo me kote atë shumë sa që nëse ju shpërndohen njerëzve në përgjithësi i shkatrojnë ata. Jo veç mu që kanë më shkatru, po qatë shumë kom që edhe njerëzve më javë shpërndoh prapë janë shumë që edhe njerëz me i shkatru. Dhe mu dënu për shkak që ty në mëkateve të mëdha. Fekale lehu në midhë a.s. I tha profeti a.s. A këtë dëshmu, sepse atëherishtë e halo koha ku njerëz po vinin dhe përpranojnë islamin. A këtë dëshmu, a je pëndu, a je këthy, a ke thonë shahadetin, a je bo musliman, a ke kërku falje, a ke thonë la ilaha illallahu anë Muhammedun Rasulullah, se nuk ka zot tjetër përveç Allahu dhe se Muhammedi është i dërguar i tij. Tha po, subhanallah, tha idhheb fe inna Allah qad kataba laka bi kulli sayyi'atin hasana. Tha shka se Allahu për çdo të keqe që e ke bota ka shkruar një të mirë. U kthye ai bloku, tha ja Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati, a edhe çato mëkatet është të këqija ja Rasulullah, edhe çato po më fal kanë. Tha nuk e din që Islami i fshin mëkatet e kaluara. Fshin. Në një hadith tjetër, wal hajju yajibu ma qablahu, edhe haxhi i fshin mëkatet e kaluara. Transmetojnë shokët e profetit thonë, u kthye ky person të thonë Allahu Akbar, alhamdulillah që Allahu po më fal ka dhe më falë inshallah krejt. Ka një person dashur të profetit selam në këtë kohë për me pranu islamin dhe masi ka dashur mi ashtri dorën, mi adhon besën, e ka të rejkë dorën. I ka thonë profetit selam, pse? Ka thonë ja Rasulullah, dhe para se me të adhon besën, e kom një kusht. Para se me pranu islamin, dhe me të adhon besën, me të pranu si të dërguar të Allahut, e kom një kusht. Tha cili është, tha që Allahu tha më falë gjinohat. Po da shë të zë nuk ka begatin në të madhe për robin se sa Allahu me pastru për bekateve dhe nuk ka humbje më të madhe për atë personi cili vdes dhe Allahu nuk e ka falë. Sepse atje do t'jetë jetë e përjetshme dhe nuk ka mu kohë për mu përmisu asë për me kërku falje. I thëtë profetit selam, a nuk e din që Islami
i fshin me katët që janë bo pastaj e zgjatë dorën. Në këtë kontest do shëllëzër është një hadith i madh, cilin e keni ndëgjuar shumë herë, por që është pjesë e kësaj teme që njeriu pavarësisht sa ka tepruar me gjinoa, pavarësisht në mëkateve të mëdha që i ka bërë. Nëse Allahu i ja mundëson mu pëndu, Allah e pranon pendimin. Tregohet se në kohën e Ben Israelve ka qenë një person zullumçar i madh, mëkatar i madh. Mëkatar i madh. Është në hadith i ka vrarë 99 persona. 99. Ka thonë për vetë selam njeri halo koj mëd muslimani dhe është në rrethin e islamit deri sa nuk der gjak. Po deri sa nuk e vron dikon pa faj. Halo koj mëd për to. Deri sa nuk der gjak, sepse me vron dikon pa faj është vepër e rëndësishme. Si do të thotë është vëzër, ky person dhe ka dashur Allahu Azza wa Jall, i ka ardhur momenti më pëndu, dhe po dënë më pëndu. Dhe po vetë, më kallëzani ku është nej personi mëshëm, shkoj ta pyesë a ka pëndim për mu, 99 veti ka vra. Gjënoa tira nuk e kam përmenë se nuk ka diçka për mi këto që ka me boj. Tek i ka vra 99 s'kalon tirat ma dvogla pa i kry. Dhe rrethit është ndëzër, ka njerë dhe është e farë keq kuptimi. Si ta shohin një besimtar të devotshëm, i thojnë hoq. Është ashtu të nani farë. Edhe ka njerë nështë ati duket vetja që ka qetë edhe me i thonë hoq edhe e shë që janë isë edhe fetfoja. Ani që je burri i mirë, musliman i mirë, po mu se merë pozitën që nuk të ka thonë Zoti dhe detyra që nuk i nje. I kallëzojmë për një për në mesin e ty një besimtari devotshëm, shumë i devotshëm, dhe thoi që këtë dhe me të kallëzohë se nuk ka ma burë të mirë, musliman të mirë. Dhe shkojnë a i badetgji, i ka ndërtu një vend ku veç e ka adhuru Allahu Azza wa Jall. E shkojnë ato i këtë raket e dera, thëtë, po filën, unë e kam një halë, i kom vranë 99 persona, thëtë, a ka përdim për mu. Oj, hak, mirë për ty, po çfarë pendimi thëtë për ty, 99 veti ke vra. 99 veti ke vra. A i burri mirë sa dush, por nuk e ka njoft si duhet dhe s'ka pasur të si, po dhe se ka njoft fenë sa duhet. Dhe ka fol nga krimi madh që e ka bo. Krimi madh, mi vra 99 vete dhe halo po lyp, Zotë me ta folë, dhe s'ka dhët për ty. Dhe për hajk juft, po i bëjnë 100 pro rafshë dhe ka vra dhe që ato. Ma zi thët zbohet. I vrajt edhe atë i boni 100, por pas një kohë të doshë nëzër, nuk ratohet, pra po li mu pëndu. Ka qeni sinqert, pra po li mu pëndu. Dhe po veta, ka bëtë i këne njerit meqëm, jo veç burri mire, mëse mërë, po i meqëm. Dhe i tregojnë për një dietar. Dhe shka të filoni, ku shkoj të filoni, që është ja të regonë gjendë, dhe i këmë vra sa, në ata në një për 100 tash i kam bo. Thotë, a ka thëtë diçka qka e nalë, ose e mshelë derën e pendimit. Mes teje, mes Allahut. Thotë, nuk ka diçka qka e mbylla derë, veç kur të vjen vdekja. Thotë, s'kena natë kompetenca me ta mshelë ty këtë derë. Mirë po thotë, pendim për ty ka dhe mundesh mu pendu, po thotë duhet me një kusht. Largo për që ati venit ku jetu ne. Sepse ajo është vend i keq. Ku jetu ti, mahalla, lagja, rrethi, katuni, ruj për qatujit, në rosh shoqërinë. Sepse ata janë këqit, ja të s'munesh më përmisu. Thëtë ka pendim, po dil për atujit. Shko ku ka njerës të mirë, ku ka burrat të mirë, ku ka musliman, ku ka kështë me radhë, dhe pastaj vazhdan hadithet ashtë lëzër, duke shku, thëtë subhanallah, kader Allah, dhe ndodhë caktime Allah, dhe duke shku rrugës, për tek vendi ku i tha e orientoj këtë djetari, vjen me loqën dekës dhe janë me shvjetin.
Subhanallah. Mes rrugës, nes prej këtij katunit ku ka jetu, që ka bo fesad, i ka dhënë 100 vetë, ku i tha ka pendim. Ama përveç që duhet me thonë Zot falem, duhet me i kallu Zotit që unë po du sinqerisht me ma fal. Pro ndreqë tash, permiso tash. O Zot falem, edhe po vazhdon qysh ke qenë, kjo është pendim e rreshëm, kështu nuk i fal Allahu. Edhe ata që dojnë mu përmisu dhe mu pendu, duhet me ndryshu gjendjen. Nuk ja orë në gjami deri sot me anis me orë. Falem edhe apet nuk po vjen gjamija, jetu e mashtru vetën sepse atë qatu je ku je konë. Ja merë shpjetin me loqja dhe subhanallah ta është sot hadith interesant, të vinë me loqet e dënimit dhe me loqet e rahmetit. Dhe more këtë deri që ta është kjo konë, kjo e kotit e rkako venin, nuk është kjo prej, mire po, vazhdon hadithi dhe të kjo personi është dalë për ati venit i pënduar drejt Allahut Azza wa Jall dhe në disa transmetime i ka orë një fare sfirimi për mes një me laqe që matën edhe pjesën është ma ofër fshatrit që nisë me shku dhe ashtu ka ndodhë dhe pastaj kanë morë me laqet e rahmetit. Po të dashur vëllezër besimtar, për Allah Azza wa Jall i falë me katet e njeriu nëse ai pendohet dhe kthehet. Ka në një hadithet Allah profeti alayhi salatu wasalam, Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet me katari i ditës. Andaj është mirë që pjesën e tretë nëse të dashur vëllezër ose edhe më herët, po me çandike pjesët e të fundit të natës, është mirë që besimtari më falë dhe me kërku falje për gabimet e tij dhe shtrin dorën e tij ditën për ata që kanë bo me kate natën deri ku, deri sa të lind dielli nga perëndimi. Pra deri kur do të ndodh kjo shenjë e madhe e kiametit, atëherë nuk pranohet pendimi deri që atë dashur vëllezër, dera e pendimit nuk mbyllet dhe ajo është e hapur për të gjithë njerëzit dhe mëkatarët e cilët dëshirojnë më kthy. Ka thonë Allah subhanahu wa taala një hadith kudsi, ja ibn Adem, o biri Ademit, inneke ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka. O biri Ademit, sa herë që ti kërkon falje dhe ma troket derën, subhanallah, ghafartu laka, unë të fali dhe të fali me katët dhe nuk e kam të lashe. Ja ibn Adem, o biri Ademit, لو أن سبحان لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. O biri Ademit, pjesë e dytë hadithit, nëse mëkatet tua rrin kupën e qiellit, por ti prap pendohesh dhe kërkon falje, unë ta falja. Dhe dashur vëllezër, nuk ka arsye askush për njerëzve, po edhe për besimtarëve që mos me kërku falje kur Allahu Azza wa Jall gjithë këto premtime i ka dhënë dhe gjithë këto mundësi dhe oferta i ka dhënë për besimtarët që pavarësisht të kaluarës së tyre, pavarësisht gjunave që i kanë bërë, Allah po thotë unë prapë i falin nëse ata pendohen dhe thot profeti alayhi salatu wasalam në këtë hadith ashtu dhe me këto përmbyllim Allahu inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Allahu vërtet Allahu e pranon pendimin e robit derisa yugharghir, derisa nuk i ka ardhur e gjelit të fyti. Pra deri para se me dhon shpirt, deri sa nuk e ka pa vdekjen me sytë e tij, deri në ato momente, Allah po thotë unë e pranoj pendimin prej robërve të mi, prej njerëzve dhe prej besimtarëve gjithsesi. Nëse vjen momenti i vdekjes dhe sheh që i erdhë me loqja, që thotë hajde jaram po pëndona që atër është bo vohë. Për dhe në të moment, Allah subhanahu wa ta'ala thëtë se pranej pëndimin dhe i dashur vëllezër, Allah Azza wa Jall në mundsoftë që mu pëndu, mu përmisu, Allah Azza wa Jall falje me kërku, e lësë Allah subhanahu wa ta'ala që të në falet në mshiraj dhe të mos ngritemi nga kjo vend i bekuar, nga kjo pas tyre minutën përveç se me gjënohë dhe me kate të falera.
Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Zoti ju nderoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.